rikthehemi shpendi, vetëm për kujtes, sepse është interesante për të ftuarin tonë që do të kemi, sot është afati fundit I dorëzimit të procedurave për aplikimin e për drejtuesin e parë të policisë së shtetit. Ti e di që Zoti Proda u largua me firmë të kryeministrit në Ajpo, sepse u cënua jeta e disa shtetasëve të huaj në vilën e ish diktatorit. Por në këtë listë që janë paraqitur sot, si ishte u cënua jeta? U cënua jeta e disa artistëve të cilët qëndronin brenda vilës së ish diktatorit. Brenda vilës ish diktatorit. Në kohën kur protestonin Ishte morën por do I tregoj detaj të bukur. Por le të themi që teatri nuk ka asnjë problem. Do ja treg për teatrin. Teatri nuk ka asnjë problem. Aty ndërkohë që shefat shkojnë e vinë, këto shefat e policisë, ç'a ndodh? Ndodh që është kthyer tani posti I drejtorit, ose posti I kreut të policisë së shtetit, ose krye policisë shtetit, është kthyer si bursë. Tani janë hedhur gjithë grupet kriminale kush të vetin. Unë nuk po flas për gjithë, deri tani janë 14 kandidatura, nga të cilët 3 prej tyre kanë më shumë gjasa për të qenë drejtues të lartë, por në fund ai që do ta vëvulën është kush? Vet ai. Vet ai. Ajo që unë duruaj si traditë të këtij televizioni I cili gjithmonë ka ecur për lajmin e parë me fakte dhe prova, është fakti që vetëm në datën 7 mars, pra rreth 4 ditë më parë, në policinë Spaku goditi një grup kriminal që askush nuk ja thoshte emrin, por që të gjithë e njihnin, në qytetin e Vlorës. Po, ata vrasin me pagesë. Tani, përveç se ata I merreshin me trafik, me vrasje, janë akuzat të cilat kanë dalë nga prokuroria e Spakut, nga përgjimet e Sky. Po, flas Sky para 10 vitesh, 20 vitesh. Po çka ka ndodhur? Ky grup kriminal vazhdonte të funksiononte dhe kishte blerë të gjithë policinë e qytetit në fjalë me shef komisariati, me drejtor, me nëndrejtor, me shef operacionales, merrnin rrogë mujore nga grupi në fjalë. Tani, ajo që ishte më e tmerrshme, se këto janë gjitha prova dhe fakte të dashur miq, të cilat ne I bëjmë dhe një thirrje Spakut, nëse ka nevojë prokurori çështje Dritan Premçi, hajde se t'i japim, ose Ladmara, hajde se t'i japim, se I kemi ca të dhëna, ku vetëm për një eliminim, për një vrasje, janë dhënë gati deri në 300.000 euro për ekzekutimin e Bledar Birçaj. Tani Bledar Birçaj ka ndruar jetë? Ka ndruar jetë dhe njëri prej ekzekutorëve të tij, I cili është paguar kaq para, sot që flasim ndodhet në paraburgimin e Fierit pa akuzë. Shumë bukur. Tani, më vjen shumë keq për zotrin që ka ndruar jetë Birçajn, po pas ka pas vlerë shumë të madhe, 300.000 euro, sa unë e di që në Fushkryj ka me 500, me 1.000. Por e ka dhe me 200. Të krefi me 500 euro, do më thënë jeta jote vlen 500 euro. Është për 5 doza lënë narkotike, ose nuk e di në I fentanil që mund të jetë futur në I drogë. Do të që lufta dhe rivaliteti në tregti dhe në gjëra. Jo, është të mërshme, ka kthyer në buk goja jetë, aje ka punë. Do më thënë, dyqan, në qofë se unë do të thëmë duhet të heqë qafe largo zotë anduenën, a I nuk thot fare, sa bën haku usta, thot. A I nuk thot ka fmi, që të ka bërë, qast ka bërë. Kjo gjë, në fakt, unë e nisa me këtë shpend, për të dhënë edhe mbase një spunto, njëri për aktorëve më të mirë që ka sot teatri shqiptar, Neritan Liçaj, cilën duhet ta prezantoj se jo e dëgjuat zërin, por nuk ja pat fytyrën. Neritan, jemi për mëshirë të fatit, ne me vërtet flasim këtu për politikë, për korrupsion, po ne po flasim për jetën tonë dhe të fëmijëve tanë. Absolutisht, dhe kjo është e trishta. Dhe ne zgjedhim prap drejtues policie dhe ne nuk dim që drejtuesit e policisë paguhen nga krimi organizuar. Kur flitet për 300.000 euro për vrasjen e një kriminali, që ne të tre këtu me punë me bjerës dhe ballit nuk I bëjmë dot për 10 vjet. Për 10 vjet të tre bashkë. Të tre bashkë. Po. Tani ç'a mund të presim që mund të bëjnë pikërisht këta njerëz me fuqinë që kanë edhe me kontrollin? Ata të bëjnë çdo gjë. Normale. Shiko, kur ke një komb, dhe mua më vjen shumë keq e them, se është kombion dhe unë e du Shqipërinë, ku qytetari ka bërë pakt me varfrinë. Po. Një. Dhe kur qytetari ka bërë pakt me ignorancën e thellë, unë jam I parimit të Konicës edhe të Koliqit, të rilindasve të vërtet, që këtë popull nuk do e bëj paraja, që ta bëj komflas, që të kemi shtull kurrizore të fortë. Do ta bëj dia, arsimi, kultura, arti, sporti dhe mediat. A I kemi?
Kjo është pyetja $1 milion, që unë po e them copë nuk i kemi, edhe nuk e se po bëjmë djelazi. Jo, nuk i kemi, ne këtu jetojmë. Jemi realist. Por sot që flasim, ne kemi një krye policë të shkarkuar se nuk mbrojti jetën e të huajve. Francezve, kurse ne na kapën kështu bam. Ne të tyret, se kjo është e bukura, dhe unë prandaj këm gull të teatri kombëtar. Dhe kam bërë edhe një status, a e kam thënë diku, Putini bombardoi Mariupolin, ju e mbani mend të gjithë, kur pushtoi Mariupolin, që është agresor, është pushtus, bombardoi teatrin. Në 31 dhjetor të viti që kaloi, po. Mua më merr madh, për kam një copë të teatrit aty, e kam marrë. E ke ruajtur një copë? Edhe kam lënë, qofse do bëhet si që ishte, do e vete themelit. Qofse do e marrë me vete në ark mort. Se ka shpresë që mund bëhet në herë prapë? Unë për dite më tepër i humbash shpresat sepse është bërë zgjidhje politike dhe ajo shpend. Do të doktori e ka pohuar dhe kur ai e thot një gjë e bën, që po të bëhem unë kryeminist do e bëj siç ishte. Qofse bëhet ai e bën. Unë jam i bindë që e bën, nuk e di të shenë qofse ndronë, po ai kur e thot një gjë, për çrën si kak, është tjetër diskutim. Po. Dhe domethënë kënjena e prishën tanët. Dhe mirë kjo i ardh ka keq për artistët e huaj, kryeministrit ton të nderuar edhe mbesës Hysni Kapo ose kush ishin, se ata janë prapë. Ata janë. Po neve që si u thash, do ju tregoj detaj të vogël, e para njerë, mirë që sulmuan ashtu si sulmuan, turpi dhe ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Më thonë një rast tjetër, kur shteti, policia, kryeministria, parlamenti, bashkia Tiranë, bizdesi, gangsterët, bandat, oligarkët, duan të prishin teatrin e këtyre kombëtar. Një rast, ma thonë. Se nuk ka. Nuk ka ndodhur. Ashtu. Dhe kur sulmuan, ishin ata specialet. Forcat speciale. Po, që forcat speciale zinin me hyp lartë. Se ne kishim darë mëndin, ca do rinim shesh, ca do mbyleshim brënda, dhe ca do rinim të racë, pra të kryonim 3 breza për t'i vonuar. Erdi Lul Basha aty, nuk vinë tha, e ikën, gjithë nge lëmën e... Dhe e kishim kalën e Trojës brënda. Odiseu me të tjerët aty brënda. Nese, iku këj muhabet, e para së dini me hyp lartë, që forcat speciale jo njëni më mirë policimi se unë, para se të sulmojnë një objekt, e njohin me dritare, me dyrë, me shkallë, 20 minuta të vinë lartë. Zdinin pa ime që kishin, se nuk kishin policë ata. Ishin pa numra, pa gjëra. Po, nuk kanë qenë policë. Bile unë kam përshtypjen se aty kapacitet huj, sepse nuk kuptonin çfarë u thosha. Do të thonë, unë e shoh policin kur shqiptarin, kur i them një gjë, ai nuk duhet të reagojë. Se e kuptojmë njëri tjetrin me sy. Ai se kuptonte çfarë i thosha. Rrinte, çfarë po thotë ky. Nëse. Nuk ju thosha unë se teatri ishte pa drita, ju e mbani më ndaj hoqën drita të ujin. Më kujtua daullet e shiut Kadares. Rrethimi. Dhe i thash ndis dritën. Ndërkohë që ne po zbristim i rafa droma ballinës. Bam, dhe normal struktura e ndjeu. Ku tron ditë, po e ndije. Dhe unë që i them aty që si biçim kapoje. Më që erdhi 25 herë. Sigur ti Rambo. Me celular me cigarë në dorë. Dhe i them, i thuaj fadromës ka njërës brënda. Që këtu pëse është perle e policisë tonë. Aty le të mbeten, më tha mua. Aty le të mbeten? Si aty le të mbeten? Të mbeten. Haroj që isha dhe vetë brënda. Po. Le të vdesim pra në vizëri polici. Po pra këtë s'po kuptoj, pra ka thënë polici le të vdesim mrena? Po ishte me 4 PhD vlaj. O idiotor, po të them, asa haroj edhe që ishte vetë brënda. Se kujton të vetën qelik, do binta të do nëzirëmi. Asaj u kujtu, shpejt. A kupton të çfarë niveli policimi kemi tash më fal. Nga ky rrëfimi jot në Ritan kuptuan që kemi polici shumë të zgjuar ose shumë të sofistikuar dhe shumë budallik. Ata që janë lart kanë kjo është kjo që thotë në Ritani, po unë kam një informacion tjetër që ma ka thënë një drejtues i lartë i policisë mik i Joni Përbashkët. Po. Një muaj para se një muaj para se të bëjë ky aplikimi për drejtorin e ri të policisë, kanë ndryshuar kriteret. Kanë futur... E kanë ullur kriterin, pra. I kanë ullur doli ish ministri e arsimit dhe tha, kemi bë arritje të madhe, kemi ullë mesataren për pedagogjike. Kjo është të merë, pra, dhe e ke qujtë mesataren 6 për mësusin. Mësusit do të ketën pik 5. Edhe ro kryeministri. Ti ke këtë informacion? Kemi konkuruar, që kam fituar për artë skenik në 88-ën, do të këshim mesataren mbi 9.5, dhe 2 gjëra do të këshim 9 ose 10. PPSH-n, sepse ishim sektor ideologjik, dhe letërsin.
Unë që kishe kriterje shumë të forta, pamërësi se ai ishte një sistem shkollor indoktrinuar, por ruante ca dhe kishin pedagogë që kishin mbaruar në Moskë. Piromani, tjerë, kishin mbaruar shkolla. Po ne kemi akoma filma që shohim sot me shumë, edhe janë shumë aktual. Kurse tani është bërë një çorbe madhe që ke aktor dhe aktore dislektik që s'din të lexojnë, nuk tallen dhe më shumë keq se i kam kolegë. Nuk lexojnë dot. Ku çfarë shembuj marrin që janë kaq. Po sepse shiko, ka një ndryshim mendësie. Ne atëherë ishim idealist. Sot kanë ne shkonim në atë naivitetin ton prej 17-18 vjeçarësh ne dorëzonim sistemin me art. Dhe kjo na bënte që të lexonim. Unë po të them djali im i madh, Marku ka lexuar 13 vjeç Bukovskin, se e kam edukuar ashtu. Jo se i kam thënë merr Bukovskin, se tash baba je shumë i vogël për Bukovskin. Për femrat e Bukovskit. Guilty. Edhe sallam edhe buk me sallam. Guilty dhe unë që 12 vjeç, 13 vjeç. I kam thënë jo, babi e herë po e lexoj, edhe unë si thash jo. I thash je çik herë, prit edhe pak. Ka lexuar Kafkën e dhe ne edukoheshim ashtu ashtu kam edukuar edhe unë Timbir, që ne kishim libra të verdhe, i shpërndanim po të kapte policia ba me bum. Por e kishim të dëshirën për të parë diçka më tej se sa i sistemi varfër, represiv, qethu, bëju, qike këto pantallona, se i kom në parlament, ata që më thoshin, qike këto pantallona ti. I kem parlament? Po. Të flet të vdekja kalit. Të flet dhe për demokracinë. Të vdekja kalit në fund fare. Kur rarotisi me motor, e shoh flet për demokracinë. Është tamam vdekja e kalit, ty të vjen të qash gojë, se po i lëm 100 erat të tjerë që nuk e ve do të as mjel se lopës, se trem lopës si e plopa qumësht. Nuk po flasim për këtë. Kjo është deregjeja ku jemi katandisur. Ne jemi katandisur Republikë Banane që t'i thua shmirë. Do më thënë uj lane. Shqipëria është uj i lane. Dhe të flet kreu i ujit lanës, burimi i ujit lanës, të flet për moçale, për këneta, do më thënë njëri s'ka lexuar as Çukën dhe Bubi Kaçurel. Dhe këtë e di shumë mirë se e kam pas me hall. Jam rripet. 5 vjet më mas e unë. As Çufin dhe Bubun Kaçurel nuk ka lexuar. I ka gjitha me t'i gjumë. Dhe ti e në duart atit, dështak si sportist, dështak si piktor se ka marru vetë skulptur, e njoh figuratimin shumë mirë se ai, s'kam po flutura dhe bubreca si ai, dështak në politik, dështak si intelektual, dështak si, edhe si orator është dështak. Mediokër është, mediokër. Më thonë, shumë mediokër. Edhe në veri ka qenë mediokër, se unë kam studiuar në veri kur për film. Se ky është më charmant, se ky ka arrogancën që ja rregullon atë që njerëzit i thonë është oratori mirë. Ky është arrogant, se në atë lloj pushteti që flet ky ka pushtet absolut mbi çdo dëgjues që ka rreth vetes. Dhe plas arrogancën, bën monologje idiote, bën gestikulacione, se është 2 metra. Të ndihmon ai, ti e di më mirë se sa unë që në skena ai 2 metroshit ndihmon më shumë. Gjëtësia se ke më shumë vëmendje. Po ish mediokër. Ai nuk ka një mendim, unë i kam lexuar Kurbanin për ta tallur. Se kam lexuar. Jo, e kam lexuar për ta tallur me pjesë, se ja hap te podcasti, ja hap me flet. I thëmë, Bibla sot do hapim të flet për këtë. Kapitulli është kopja më e shëmtuar e Dostojevskit, sepse flet vetëm me ndajshtime, pa presje, pa pikpresje, me neologjizma, sikur është Kadareja, po ky është çfarë të mund, po mos thënë një fjalë se jemi na kap ama. Është ajo që nxirrte Kadareja kur shkarkonte. Na kap ama. Po. Domethënë është i tmerrshëm vëlla, dhe njerëzit i thonë po ka është orator i madh, po normalisht se me këtë lloj inteligjence kolektive që ka në botën e të verbërve, ai me një sy është mbreti. Ky është ka shkatruar vi nga pedagogjia, e ka shkatruar arsimin. Po shiko, ka goditur unë prandaj jap Goxhait dhe grupit, janë një grup djemsh ku je edhe ti pa diskutim. Te teoria e konspiracionit, që nuk është më teori konspiracionit, nuk është kur betet e fshetë është, tani ka dalë. Jap shumë të drejtë dhe e kam thënë dhe dikur që në 2017-ën. Ky po godet shtyllat kurrizore të një kombi, ose më saktë trarët e një kombi, arsimin, shëndetësinë dhe populli thotë mendja shëndosh në trup shëndosh dhe artin dhe kulturën. Or ekonomia, unë nuk jam ekspert ekonomie, por aq sa kuptoj unë se kemi bërë në shkollë dhe kena dhënë dhe provim kapitalin e Marxit se kishim aty. Si shpëtoi dot, nuk i shpëtoi dot. Jo, si shpëtoi dot. Aq sa kuptoj unë, ekonomia është një mekanizëm i madh që po ti gjesh një qeles të duhur, fillon lëviz vet. Absolutisht. Pra kurse këto që thash janë investime afatgjata, jo shekullore.
Sepse ai Irani sot, që për cilëve të gjithëve na vjen keq, që është pushtuar nga një sistem jatullash etj, po janë kultura 5000 vjeçare. Kur ne europianët ishim shpellë dhe i gjunë milioni tjerë me gurë nga skoka, ata kishin algebër, gjeometri, trigonometri, kishin të gjitha. Shkrimin e drejtë. Epi Gilgameshit ka 4000 vjetë. Epi Gilgameshit, po. Dhe unë i kam parë vetë në Kairo, në Egypt, kur kemi qenë atje, ke ikë konceptin e filmit 5000 vjetë për para. Koncepti i filmit, 24 frame për një sekundë. Imagjinoni sa të zhvilluar kanë qenë. Prandaj dhe mbeten akoma, pavarësisht se bien represion në kulturat forta. Pavarësisht se janë atulla, po i marr si shembull, se s'ka Po, shembulli më perfekt ky është për ta treguar që si një kancer si ajatullat, nuk e vrasin dot një kulturë, nuk e vrasin dot, por i marrin më të mirën, pra, të gjithë inteligjencën që ata kanë si kombe, e çuan tek kibernetika, e çuan tek militaria, e çuan tek prodhimi bombave, shkenciteti, të gjitha merra. U përdor keq, po ai komb ngelet aty është funksionon. Ndërkohë që këtu nuk e asnjë gjë. Dhe ndërkohë që po të llogarisë ne kemi kultura më e vjetër në meze. Po. Dhe nuk është e faktuar tani më. Se grek na thoshin neve romanët se ne kemi gjuhën e ashpër. Po. Ne kemi grekët e sotme kanë grek, Hellavas, s'ka as grek, janë Hellavas, Republic of Hellada. E kanë me os. Romanët duhet të thoshin os asisës. Thonë grek, se ne flasim, ne kemi bashkëtingëllore të forta. Dhe kjo është gjua, hynë të profesioni R, Ž, G, L, Gj, L, Q, Gj, Gj, G, G. Ne i kemi. Sa që kur jau, tim kunati, kim kunat është në zicero italian. Edhe bëja di që ga dha, do mëson të Shqipe. I thosha thua ju luqe, Vasko. Ulele. Se s'ka morfologji. Nuk e ka formimin e fjales. Morfologjin, ndërtimin e gojës, e ka komplet ndryshe. Dhe këta në thonë, jo se neve, se ne kemi qenë baza e atyre poshtë që thonë Helen, po Helen ka qenë emër. Ka qenë thjesht qytete, as shtete. Qytet-shtete ka qenë. Qytete. Koncepti shtete shumë i vonë, ti e di mirë shekullin 19. Qytet-shtete i quajmë neve në historiografin tonë, se lufton dhe Sparta me Athinën, dy qytete bashkë. Po ishin polisi i Athinës me polisin e Spartës. Qytet-shtete i thuhet për kollajlik. E fori, në 484 mos gabofsha, para erës së re, thoshte mbi gjirin e artës, ekziston një popullsi barbare, jo greke, që ha dhe vishet ndryshe nga neve. Dhe në luftrat greko-ilire, heleno-ilire më sakt, se greke është nocioni në shekullin 19. Heleno-ilire, neve kishim përparësi, ilirët, sepse neve përdonim hekurin, ata përdonim bronzin. Pra ndaj mori fund edhe Mikena e sepse ne ishim metalpunus shumë të mirë. Por i dim ne këto, po të pyesish Brizën e Ri zero. Ore, në fshatin ku ka lindur i mat, e di shumë pak vetë, në Ramicës të Vlorës, në malin Tartar, mes Ramicës edhe Velqës, janë 12 shpella që ka reperte njerëzore 5000 vjetë para Krishtit, 7000 vjetë. Dhe shteti nuk bën asgjë, ka mbeti akoma. Që ato janë përdorur si magazinë ushtrije, si vatë. Po ty në Durrës ka ndërtuar mbi Rënoja. Po, ajo është merë. Tani, ja po i ke Durrësi. Ajo Durrësit është të merë. Do me thënë, ne e humbasim gjithë shka vetë. Ne si kur jemi të destinuar të vetë shkatrohemi. Pse? Sepse është ajo që, nuk e di, ky është koncepti mund të kemë komplet gabim, s'po e absolutizoj, është ajo që ne shkatrojmë. Ne nuk e mbajmë. Ne nuk jemi si iranianët ose si rusët që janë popull i fort, vërtet mund të keni një diktator atje, që për mu nuk është dhe aq diktator, me thonë drejtën. Por çrën si ka. Për mua të sugjeroj Mapongon, do flasim pasit marrojmë. Por ama rusët mbeten ata që përballuan Gjingjiskanin, përballuan Napoleonin, përballuan Hitlerin, janë një popull me një vitalitet dhe me një idealizëm të jashtëzakonshëm. Flas si popull, si komb. Pse? Sepse ata i ruajnë gjërat. Pavarësisht nga regjimi. Ne nuk e bëjmë këtë. Po se bëjmë ne se ne jemi të shtypur, ne kemi mendjen që do ham nesër. Kemi hapur që parë në fillim të bisedës një sondazh, regjia nëse do ta ketë gati, na japi se sa kanë shkuar pyetjes a i besojnë Ramës apo i besojnë Spakut. Njerëzit pas fjalimit epik që zoti kryeministër mbajti 2 ditë më parë. Por pasi ta kemi, besoj se regjia do të na nxjerrë dhe disa nga komentet për cilat kanë ardhur në kohë reale shikuesit tanë të emisionit ton. Meritan,
Unë të ndoqa në një nga shfaqjet më të bukura që ka bërë deri tani teatri kombëtar që lidhet me gjyqin e Nurembergut. Një gjyq ku forcat e aleate morën përsipër të vendosin të t'japin drejtësi përfundimtare për atë se çfarë ndodhi në Gjermaninë hershme lindore të kryesuar nga fryri i famshëm Hitleri, siç e njohin njerëzit. A ka ardhur koha që në Shqipëri të ketë një gjyq ndërkombëtar? Shiko, në radhë parë, unë jam i kësi opinioni që ne do t'i bëjmë njerë një gjyq vetes, në kuptimin jo banal të fjales, që të dalim dhe të bëjmë. Ore, shiko, ne kemi harruar, për mendimin tim, pjesat dërmuse shqiptarve, kanë harruar që me atë kafen e mëngjesit, që mu më pëlqen ai ritual, avash, ti të shikosh brënda vetes. Ne kemi harruar të shikojmë brënda vetes. Refleksione. Ka të bëj shumë, ka të bëj jashtëzakonisht shumë. Unë shohrinin dhe më vjen keqe e them se në 90 rrezikum jetën. Unë isha familje armike popullit, mu mund qëllonin parin, që ta përdorte propaganda armiku i klasës që do të hedhi pushtetin popullor. Dhe tani që vajta 57 vjeç them or dreqin për çfarë rrezikum, dhe rrezikum forcët çmendur ishin ata. Jepte urin për zjarr, hekurani i saj të bënte hekur. Shkollën e bashku me aty e kishin se dolën ata, do vinin ta vrisnin ne. Është e vërtet, janë kronikat. Dhe shoh tani që nuk din të flasin Shqip, më nuk din të kapen për dore, nuk din të shkruajnë një copë pusull të dashurës, nuk din të ndri syri për para një vajze, më ne i gjvishni me sy. Vajzat, në i dashuroni. Erotika, po e ka ndryshuar dhe koncepti erotikës. Ka ndryshuar gjithçka, më. Është e vërtet, shumë e vërtet. Edhe e thonë dhe vajzat nuk na shohin më meshkujt me sy. E thonë vetë, s'na shohin më. Po jo, vajzat ka filluar janë bërë si burra tani dhe nuk e kanë problem fare. Dhe janë bërë vajzat si ushtar. Mi po kjo është një humbje shumë e madhe se ti humbet bërthama, qeliza e një shoqërie është individi. Pastaj vjen familja bërthama. Ty këto të kanë marrë fund dhe më vjen të lotoj kur e them këtë. Më vjen të lotoj kur e them këtë. Sepse po zhbjerët gjithçka, po shpartallohet gjithçka. Ne jemi popull konservator. Kështu jemi në ADN. Gjëja e parë që bën shqiptari shtëpia, nuk e bën Perëndimori. Perëndimori vë biznesin, bëm, rri dhe të jetën me qira në fund. Kur ka bërë milionat mund ta bëjë dhe shtëpinë. Apo e kam gabim. Shumë e vërtet. Ne të parën bëjmë shtëpinë se jemi konservator, ne duam çunin këtu, nonën këtu, babën aty, vigruat ai që kpucët, në kuptimin e mirë të fjalës, na shërbejt, na boj. Dhe ai kanuni prandaj ishte i mrekullueshëm se shtëpinë e drejtonte gruaja. Prandaj kishte burra atëherë. Shqipëria kishte burra. Tani thotë s'kam kohë se do bëj karrierë. Patjetër më ta bësh dhe karrierën, po dilu të dyjave për Zot. Jo të tiki fëmijën nga durat se pastaj thosh, "Ua, po si, po, e ma ka fajin shoqëria." Ti ku ishe si prind? Po mbase duhet që brezi jon të shikojë se si do ta pleqërojë kur 90% e brezit tim të pakën do përfundojnë në azil nga pjella që do rrisi vetë, që tjerët brezit 30 vjeçarë, që brezit 30 vjeçarët e atëhershëm, kur t'jemi neve në 70 vjeç në 80 vjeç, ta kuptojmë se pse neve kemi arritur në këtë lloj pike, dhe se si duhet të forcohet po prap familja. Jo më pak se para një ore gjys, po vija nga lagja ime, grup djemsh 12 deri në 16 vjeçarë. Komunikimi me ata në brezin tim... Kanë fjallur shqip me 50 fjallë. Jo, për posë kësaj. Me libër shpije njëri tjetrit, që unë nuk e konceptoj do të në brezin tim, apo aq më keq të juaj të thoje në njeriut, fillonte nuk dihet. Në grup qunash në një llaf tillë e ulim zonin. I kishin kështu, o ti, ma jep këtë ma, o ti. Në më thëmë, unë për këto di raste që janë vrarë njerëzit me njëri tjetrin, për një fjalë goje. Ky brez e ka kështu, e ka të normalizuar. Pinë kokain që 12 vjeç. Po më mirë, por ka dështuar familja, ka dështuar shteti, ka dështuar shoqëria. Jo, më kemi dështu neve o anduan. Ne kemi një titull për këtë pjesë të dytë. Ta mbyll dhe këtë si mendim. Boris Pastërnaku ka marrë Nobelin e doktor Zhivakos. Dhe unë dënua me vdekje nga Stalini. Aje ka meritu plotësisht. Pse? Aje tregon çfarë bëri komunizmi si mendësi në komunitete, shqeu familjet, shqeu fshatrat, pra fqau shoqërit,
Shqipëria më përpara ka qenë më pak e zhvilluar. Komunizmi të ndau veri jug. Pse? Sepse jugu ishte pa dallim feje, krahinë dhe ide dhe bindje politike, gjëra për cilët njeriu ka nevojë, çdo institucion, çdo shtet ka nevojë kundrejt konservatorizmit atje në veri. Dhe ty tu çan këto gjëra. Ti ke kuvendin e Shqipërisë ku del një zeqine dhe i flet Berishës, që mund të ketë kusure sa dush, po ka qenë 2 herë shpitbardh, me ceremonial deri, ka sjell presidentin Amerikan këtu, të ka futur në NATO, të ka liberalizuar, pra ka kontribute për të vënd, i flet zeqineja që të trëm lopën. Zeqineja ka civit pasur? Pra, në kanun nuk flisin do të kollajsh. Në kanun flisin burat e mënqur, pastaj flisin dhe tjerën. Dhe këtu bjerët gjë, jam falnjë, se zjata një qikë. Jo, nuk ka problem. Kemi edhe sondazhin Kë besoni, kemi pyetur publikun, shpend e kema afer. Edi Rama, 13%. Duhet me thënë njërë të parën, 122 votus. Që t'jemi transparent, pakën, neve këtu t'a bëjmë transparencë si numrojnë votat realisht. Se po t'a kishte Rama, këtë do t'a qonë 93%. 13% Edi Rama, SPAK 65% SPAK, dhe 22% thonë nuk e dim. Nuk e dim. Të shi, unë, këtë nuk e di. Unë hyte nuk e di. Pse? Sepse kam ca vërejtje për atë SPAK. Edhe unë kam vërejtje. Shiko, SPAK ishte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. 300 flet arreste brenda ditës. Tap. Ritan, të them diçka? SPAK duhet të bënte, kush është krimi A ndaj një duhet të vritet një prokuror? Jo, nuk e kam në kuptimin. Vraj gjyqtari për atë punë, nuk e se vraj gjyqtari për atë punë, nuk e kam në konceptin e jetëve të lëna, po flas në mendësi drejtësie. Atëherë, krimi A që i bëhet një republike, kushtetutës tonë, është vota. Pastaj vinë bëja, cëja, nuk e zbardhen krimin e votave. Tërmetet e djenë problematik e tjerë, nuk e zbardhen. Pra ti kur nuk e zbardhur krimin e parë A, mu më vepi pyetje. Ai që rregullon gjithçka. Se po të mos vidhet vota, e po të mos manipulohet vota, flasim ndryshe pasaj. Sepse aty flet vërtet votuesi. Dhe atëre unë ullë kokën dhe them prit, është majoranca e vërtet. Dhe e dyta që unë jam i pak knaqur me SPAK-un, nuk ka bërë drejtësi për teatrin kombëtar, s'ka lëviz as gishtin. Është rasti i parë në historinë e njerëzimit. U bë 4 vite dosja aty? Më bëj 6. 6. Jo, me hapjen e SPAK. Në 31 dhjetor të 2019-ës kemi quar në Lalierit parë të angecëm gjelin fyt. Kemi quar padin e parë si aleancë. Dhe nuk e ka bërë që çdo prokuror në botë do fuste miq ta merrte atë dosje. Se është precedenti parë në historinë e njerëzimit. Asgjë, fle kandili që s'ka vaj. Fle kandili. Pse se aty është parlamenti, është kryeministri, është ish drejtori policisë, është lere biznesin. Unë po marr ata që duhet ta ruanin. Ke ish ministrin, General Lucin 1.30 në durët për pjetë, që na bënte skema ushtarake, nëse s'kishe bo betej në luftë General Luci, e bote me ne, me popullin e vetë. Ke i ke të gjitha aty. E ke fjallin për kë? Për këtë më që Leshi. Leshen, ministri. Dhe tani të bëndhe si idealista i. A kupton ti apo jo? Kanë prishur teatrin e tyre me dhunë duke shkelur 9 nene të kushtetutës. Urdo. Dhe asgjë SPAK-u. Atëherë si të kemë unë besim të plotë të SPAK-u? Nuk kam. Për këto 2 arsye. Që po punon, po përpishet, po përpishet, po ndërkohë korrupsioni nuk është ndaluar, po të vazhdon. E di si është probleme, Eritan, unë kam qenë ndër të parët, biles kam marrë dhe kërcënime nga kolegë. Jo kërcënimet kështu drejt për drejta, po kërcënime, s'ke faj se ambasada amerikane ju rikimi... S'u duhet fare ambasada amerikane. Po sepse po nuk vajte për të marrë një projekt si unë dhe si ti që nuk më intereson, ekziston projekte në ambasadë, unë do flasë jam pro-shqiptar, nuk jam pro-amerikan. Midis Amerikës dhe Shqipërisë, unë zjetë të rjetë në Shqipërinë. Fa diskutim. Ta që unë nuk vetet punoj për ambasadën. Donabieri si giotin, Robespierri, po të lexoni Joseph Fouchen, është ai që ideoi giotinën, e hapi, preu ca koka, edhe i ra vetë. Tani këti zotëri si ka ndodhur fix, mo ta mo, qa ka thonë shpend gashë, jo se jam në gjë zgjuar, po me nuhatje të pakën e dia se nuk më pëlqen kjo giotina. Jo, asë mu këto... Ti vrasim, ti fusim burg, nga vash, me qëtësi. Unë du drejtësi, vla. Drejtësi, qa është drejtësia? Filloje nga prona. Ai që ka gabuar... Nga prona.
Ky shtet lëngon nga prona. Por Amerika, amendamentin e parë në kushtetut ka pronën, pastaj vinë tjerat. Dhe te prona dalin prapë te kjo godina. Po me që jemi ke teatri, ti Neritan, më falë shpenzim, tim nga të smonë. Pa tjetër, po. Sot që flasim, Shqipëria është sken teatri apo sken krimi? Shqipëria? Po. Për çfarë flet teatri? Do me thënë, teatri? Për çfarë flet? Se ka dhe ustallarë që dalin thoshin arti nuk është politik, arti është politik nga fillimi në fund. Po. Që nga Eskili, e Sofokliu, e Aristofani, e Euripidi, se që ishin poet ata. Edhe Platoni, veprat i ka shkruar në dialogje. E ke vënë re, besa. Që ishin poet, nuk që ishin tragediant. Edhe Seneca me vargje, po. Shakespeare, qarë nuk ishte politik, që trajtonte Shakespeare? Dashurin, hakmarin, krimin, pushtetin, këto trajtonte. Pra, është një teatri i madh politike, vetëm se ka një gjë, që arti, duke qenë se në debatin e madh që kanë pasur Sokrati nëpërmjet Platonit dhe Platoni me Aristotelin, vazhdueste njëri tjetrit, njëri më i madh se tjetri, Platoni në një lloj mënyre e dënonte artin sepse Platoni ishte për të vërtetën gati hyjnore. Për të vërtetën e pastër të vërtetë, në kundërshtim me sofistët që thoshin e vërteta është relative. Donte mbretjen filozof. Kërkonte mbretjen filozof, po. Bile prandaj edhe Rafaelo ka kryevepër pikturë shkolla, që Platoni ka me gishtin lart. Kurse Aristotele ka me dorën këtu rrimën në tokë, logjisti i madh. Dhe çfarë thot logjisti i madh tek poetika? Thot përkundrazi, e vërteta e ngjashme, pra jo e vërteta e vërtet, ajo që latinit thoshin ficio, që nga vjen dhe fiction, se shumica e termave e emërtimeve janë latinishte. Nga që ka qenë 20 vjet gjuhë ndërkombëtare, 19 shekuj sa ka qenë. Po, 19 shekuj. Deri në shekullin e 19 ka qenë latinishte gjuhë ndërkombëtare. E ngre nivelin në një, duke mos qenë e vërteta e ngjashme, e vërtet, po e ngjashme, e ngre mendimin në një nivel më universal, më filozofos. Dhe prandaj në shoqërinë tonë ka vetëm teatr. Po këtë nuk e din, se e përdorin shpesh politikanët gjoj teatri, as nuk e din qa është teatri, t'jeni të bindur. Pse nuk vim politikanët të shojnë juve? Dashej ka pasardhë regullisht. Unë i kam parë. Neritan Ceka. Unë vi regullisht në teatr, dhe i kam parë. Edhe kryeministrin e kam parë bashkë me zonjën e parë. Kryeministrin me zonjën e vetë, se zonjën e parë... Po. Mos ka vajtë në recitim bashkijës. Jo, kam qëmë vetë prezente, kam pas në gjithë zonjën Linda Rama, ka qënë në teatrin kombëtar. Dhe... Po, kryeministrin e kam parë vetëm në një stand-by show. Stand-up show. Stand-up show. Stand-upi s'është teatr, është gjë tjetër. Prandaj dyshoj me arsye. Sjerim. Me sa di unë, shfaqja e fundit që ka qenë Prometeu i Kadares, kur ishte kryetar bashkie. Që vajtje i financoja shfaqja dhe në fundin e tallit Turbidheu, për çrëndsi ka, nuk po merrem. Se nxë teatri atë se. Nuk është i madh. Jo, e di pse. Ta them unë pse. Sepse ai ka një super ego aq të madhe, sa që do të bëhet dhe aktor, dhe dyshja Mamachi, Rama, hedhin Tuç dhe dyshen DiCaprio, Scorsese. Do më bëdhe aktor, kryeministri. Dhe është i vetmi vend ku ai nuk është dot në skenë, është aty poshtë. Prandaj e urren ai teatrin. Është i vetmi vend ku ai nuk është dot protagonist, është aty poshtë. Unë mendoj se ai nuk është protagonist askund. Askund, po do të jetë. Dhe kjo është problemi që ai ka me veten. Ai urren veten, prandaj na urren të neve. Shiko, të gjithë njeriu është qenë egoiste. Po jo një super ego idiote si puna. Po, ai është në superid, ai është dua, ai vetëm dua. Është dua. Dhe prandaj dhe e prishi teatrin. Them unë. Domethënë ky është logjika. Ky nuk ka prishur vetëm godinën, ky ka prishur të gjithë studentët e rinj që duan të shkojnë në Akademinë e Arteve, se tani nuk shikojnë më shpresë fare. Unë e shikoj te shkencat politike. E di sa të mërshme është për mua kur më thonë, o profe më thonë, ti ke mbaruar jashtë? Jo, e kam në Shqipëri. Tu lexo vetë. Po ti dukesh sikur ka nga jashtë. S'kam lexuar vëlla. Lexo, merr një mentor, gjithë ide, këtë i them studentëve, gjej mentorin, ti asnjëherë nuk je më i zgjuar kur je student. Gjej një mentor kush të pëlqen ty, Shpendi, Neritani, Anduena, më thuj libra të lutem. Unë kam qef këtë, të jep ai tituj, po mos pretendo që mentori do lexoj për ty. Jo.
Absolutisht. Aty e kupton të je apo si je. Ky e ka vrarë. Sepse ky ka ardhur për të vrarë gjithçka. Atëherë është pjesë e një agjende. Është investuar. Po, është pjesë e një agjende ky. Është investuar, unë e kam thënë dhe e them prapë me bindje. Shqipëria do filloj të ngrer kokë kur partia e 41-shit të dali nga skena politike. Unë nuk jam aq i ashpër sa që ta duhet ta nxjerrim jashtë ligjit, sa kush e bëri nga analistët. Bushati më duket, që ta duhet nxjerr. Por unë them ditën që 41-shi do dali nga jeta politike e Shqipërisë, ne do fillojmë të bëjmë. Ka një kurb e gjithë kjo, do më thënë, si nisi, si vazhdoj dhe si do bitis. Ti mendojnë që jemi në një pikë ku nuk kemi këthim mbrapa? Jemi në një pikë shumë kritike. A ka shpresa? Shpresa vdes e fundit, kur hap kutia e Pandorës, dolën të gjitha, shpresa mbeti brenda. Thot miti. Shpresa mbeti brenda. Shiko, po të vdiqet dhe shpresa, dhe unë nuk jam dakord me këtë që është vrarë shpresa, nuk vritet. Shpresa është një institucion shumë i fortë, njerëzor, jeton me njeriu. Mund të zbehet, mund të... Unë vetë jam natyrë optimiste, them gjithmonë, do fitojmë. Me mbijetesë gjithmonë? Se për të kemi punuar, për këtë është punuar. Sepse nuk kemi punuar. Ne nuk njohim historinë tonë. Një nga mendjet më të mëdha të Romës republikane, Respubliko në latinisht, i madhi Ciceron thot, që pati edhe një fund tragjik, po çrëndsi ka ishte njëri nga më të mëdhenjtë e Romës, thot, mësuesi jon më i mirë është historia, ne nuk kemi studiuar historinë tonë. Ne nuk kemi studiuar Enverin, hoxhizmin, se hoxhizmi është... Po e prishëm, more, piramidën. Nuk është puna me u prish piramida. E bëm lokale, more. Pa ishte muzeu i parë historik që u ngri për një diktaturë. Jo, është një gjë tjetër, po thot, shkote arkivat dhe shiko të gjitha arkivat. Që nga UFO-t, që nga... Kemë parlamentat e që të bosi atë historikun, që e mba vetë për historik. Arkivat janë blerë. Pra të shetë se të arkivat shikohet e gjitha. Dhe ti nuk e bërë sepse Hoxha i ndroi komplet drejtimi Shqipërisë. Nga një vënd perëndimor i prapambetur, pa tjetër, po Ballkan perëndimor, ai na çoi në lindje. Na çoi në Beograd, ata e bën partinë, Dušan Mugosha, Meladin Popović dhe Vukmanović Tempo. Që i kemi herojnë kombit, herojnë të kombit. Ne kemi herojnë, ku janë bo? Dy serbë. Dy serbë. Të UDB-s. Të UDB-s, e duhet cektuar e UDB-s. E di përse... Vojo Kushi është malazes, më. Nuk i ka dalë asnjëherë familja, doli palë vata aty. U bo vajti palë vata, babaj i shkurte vata, se shkreta ra, vdiq në aksident, dhe punë e bën deputet. Kurse s'doli njërë familja e Vojo Kushi. Ishte malazes, më ishte terrorist. Grupet komuniste shqiptare, që si ishin komuniste, ishin agentura ortodokse, dhe Zogu, ne njojmë si komunistë të ndritur, dhe Zogu edhe italianët i konsideronin grupet terroriste, dhe ashtu ishin. Myslim Shyrje, Myslim Keta, Myslim Peza, e Kajo Karafilje, e Sabodin Gabran ishin vrasës, e Pengmarës, me 4 klasë. Dhe Pengmarës. Por, kanë marrë, Sabodin Gabrani ka marrë vajzën e mon ku kaleshin, fëmijën, adoleshentën. Këtë zonjën e kam takuar dhe është e gatshme dhe hapi dëshmi këtu. është vajza e asaj gruas që është marrë peng. Pastaj, ikëm nga Beogradi, vajtë Moskë. Dhe faktikisht i Moskë të kryoj. Se grupet komuniste, i këtë veprat e Enverit, nëse unë i kam studiu. Ta dërgoj Koço Tashkon, ka ardhë me urdhër nga Kominterni, që e kështë qëndrën në Moskë, ishte komiteti ndërkombëtar komunist, dhe erdi me urdhër të rusëve, të Trotskit, edhe tha, shko formo Partinë Komunist Shqiptare. Në ditë e parë themelin partisë 4 vetë nuk erdhën, imagjini çfarë rumpalle ka qenë. Dhe kanë qenë në 22 vetë 3 musliman, 18 ortodoks, ma shpjegoni një qikë. Jo. Në një popullat ka shtë madhe, duhet kështë më tepër musliman. Ka shpjegim këtu. Apo e kam gabim. Jo, e ke shumë drejt. Me logjik duhet kështë më tepër musliman. Pse ishin ortodoks? Pse dy kryetarët e partisë socialiste i ke ortodoks? Fatos Nano, Edi Rama. Nuk kam asgjë me besimin, se me shoqja është ortodokse. Nuk kam me besimin. Po janë agjentura më. Pastaj çfarë çum kin, çdo në lindje, ne jemi popull perëndimor. 92-shin vajtën e qunë partinë Nathim. Pse nuk erdi Koli këtu? Kush ka ardhë? Koli ka ardhë? Helmut Kohl, dolin parullat
Po vjen Gjermania me na vjedh grurin? Po. Ai do sillte Mercedesin, BMW-n, të gjitha, hajde bëuni njerëz, rrisni standardin, do na vjedhi grurin. Pra, kjo parti, propaganda. Dhe kur pyesin shqiptarë pse jemi kështu në mënyrë, ore se ke që nga 45-a, që na kanë pushtu këta më. 68 vite tani, janë këta, 13 ka qenë djatha, dhe djathën e themelun shqiptarët, ashtu, rumpall, nuk në e themelun serbët. Ta që ti themi gjërat si qanë, historikisht. Rumpall ashtu si që është e djatha, po e themelun, ne. Studentët, punëtorët, shatarët, sigurim sa pëse jo. Po ishte produkti i joni. Nuk ishte importuar, sakt. Të shkon të Enveri, të preri. Të shkoj Fatosi, të preri i Slobodanit. Kuçka e Surrelit, të Vuci, të Romeo Vucici. Janë si motra. Do me thënë, të keqen, Eritan, se është shumë pak flasësh me ty një orë, me thënë drejtën, se ke shumë Më falë, se nuk kapë njërë pasioni edhe... është gjë më e bukur që kjo është, pasioni. Se kemi zanat. Kemi të njëjtën qasje, sidomos kur flasim për atë shoqen e Surrelit. Atër të keqen shpende pas kemi ke vetja, unë them që oponentës të për vjen fundet, dhe me thënë se aj që kemi minutajin. E di kush është më e keqa, më e keqa është që ky llum garanton jetëgjatësinë e oponencës. Kjo është absurdi edhe brejtja e ndërgjegjës e ne dyve. Që neve ushqemi nga ky llum, se është ky dhe shumë të tjerë që na bëjnë neve na mbajnë prime time. Sepse po të ishim në kushtet e Danimarkës, unë do merresha me studime, zotëria me studime teatrore, unë me studime gjeopolitike, ti kronikën tënde, se cili do kishtë atë punën e vetë edhe dalja në televizor do kishe vetëm për ata njerët që do merë një rogë shumë të mirë dhe do merëshim vetëm me absorbimin e informacioneve nga teatri, nga kultura, nga gjeopolitika. Realitetin a qonë që jeto me 500 euro tjetëri për të vrarë. Dhe e di për qarë më vjen keqë, është si populli mrekullueshëm shqiptarin gjithë të kaçmadin e vetë. Kemi aq energji si popull. Mjafton të çlirojmë. Jemi solar, më bërë. Në shifim më në përbot. Po, kanë vajt, me i palë pantallonat shkurtra i kesi për marës. Kanë vajt me i palë pantallonat shkurtra dhe me shapka me sandali që i shtypnim rrypat e anijeve, se kam qenë dhe unë anije. Dhe janë bërë. Bijetoj në kohën. Pra kemi një energji, ne nuk po arrim dot të orientojmë energjinë e bukur që kemi. E mbysim, i fusim ferra, i fusim gërgje, etj. Ndërkohë që jemi popull shumë i bukur. Ne gjakojmë, me thashë, kemi temperaturën e trupit 38, jo 31. Ne mund të bëhemi përbindësh popull në kuptimin e mirë të fjalës. Oponentës, ju përshëndet, shpende do ta mbyllim për të rikthyer në kurën tjetër. Keni shprehje? Po tani unë kam shumë shprehje, po. Një të zgjedhur, ta mbyllim me. Ne pjesën e parë mbyllim mos hap gropën se bie shoku brenda. Po kam vetëm një lutje, mos na tregoni, mos u tregoni të tjerëve ose mos krijoni nocionin sikur jemi vetëm, sepse ne jemi shumë. Për aq kosa flasun, edhe unë nuk jam i mbrojtur as nga bandat, nuk jam i mbrojtur as nga shteti, nuk kam as bodyguard. Vi me makinë me autobus, po ashtu dhe Neritani, po ashtu dhe Anduena. Për aq kosa neve flasim kundër një diçka e të padrejt, jo se po vendosim gjoba, bëj edhe ti, sepse nuk të ndodha si lloj, do të ndodhi vetëm atëherë kur ti hesht. Ti hesht dhe kur ti merr zarfe për të mbyllur gojën, vetëm atëherë të kanë kavër prej lagut. Pra shqiptar zgjohu se je pasardhës Gjergj Fishtës, jo i Miladin Popovicit. Natën e mirë? Natën e mirë dhe ju duam shumë. Tjetër.